Po më në gjithë sonca do të vazhdoj të thirret prapë brenda 48 orëve. Më thonë brenda këtij afati 30 ditë sa është afati kushtetues për themelimin e trupave të kuvendit. Momentalisht, përderisa nuk kanë dhënë betimin deputetët, nuk janë efektiv si deputet, thonë edhe përveç presidentes, nuk di se kush mund tjetër me gjykatës kushtetuese, por nuk ka arsye në këtë fazë me kërkuar në jone diçka në interpretim të gjykatës kushtetuese. Periudha 30 ditore mund të ketë në vazhdimsi tentativë për konstituimin e kuvendit, të shfrytëzohet kjo hapësira prej 48 orësh. Do të kemë si cirku çdo 2 ditë. Domethënë, që është shumë e panevojshme, është shumë e paarsyeshme, edhe ashtu një kuvend që e kemi pasur deri sot, ndoshta kolegë që kanë monitoruar kuvendin kanë dhëna më shumë dhe janë më të informuar, por për ato që po flas për jashtë çka kum pa është lirisht mund të konsiderohet kuvendi ndoshta më i dobët që ka pas në historinë e parlamentarizmit Kosova. Kjo çka po e shohim që edhe kjo vazhdimisht një opozitë që ka debatuar vetëm me prezencën e tyre me prezencën e tyre me mungesa të jashtëzakonshme, me mungesë kurumi për gjithçfarë teme, më thonë me kualitet gati zero debatit, trajtimit temave, tu kalu me ka 20 pika trani ditës me tema shumë të rëndësishme brenda një kohë shumë të shkurt, pa diskutim, pa terren debati, pa gjithçka, po ajo çka është brengose tash, e kemi një kuvend që është duke tentuar mu themelu edhe punën e parë që po don është me vu shkelje kushtetuese ditën e parë, me nis me shkelje. Më thonë, kjo është shqetësuese, kemi pas ligjet votueme që kanë dalë kundër kushtetuese, që tregon për nivelin e dobët të ekspertizës, kualitetit dhe të angazhimit ty në deputetëve që kanë qenë, edhe kanë miratuar ligjet që kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën. Edhe pse ka pas paralajmërime, edhe janë injoruar ato rreziqet ku ka mundësi me pas shkelje kushtetuese, edhe gjithmonë e kemi parë diçka që kjo përbëmje e legislaturës të kaluame, po sidomos e ekzekutivit të kaluam, qeverisë Kurti, është tendenca me interpretu vendimet e gjykatës kushtetuese që nuk e ka atë mandat, tendenca me ndërhyrje në punën e legislativit, tendenca me ndërhyrje në punën e gjyqësorit, edhe trupave në këtë rast edhe prokurorisë, domthonë si institucione që sipas kushtetutës janë të pavarura në ushtrimin e detyrave veta, dhe krejt kjo tash po del që mas 4 viteve e kemi provuar një strukturë të njerëzve që kanë qeverisë me vendin që nuk ka mësuar kurrë. Edhe vjen këtu shprehja thonia e famshme të zëtë klimës të nuk provohet shteti o djemë. Po duket që kemi provu, pas nga ka dalë mirë. Po këtë ka që e kua. Edhe tash me keqja që pavarësisht që kemi provu, po duket që për 4 vite dikush është dasht me kry një fakultet ose një master ose një doktoratur edhe është dasht me mësu. Edhe nëse ke shku me 0 dije. 4 vjetë qeverisi është dasht me ditë gjonat bazike. Plëcimi një formulari për me dhonë dërheqje. Këta nuk e kanë që s'podin. Këta në këtë rast nuk podojnë. Nuk mënesh me shkru letra romantike në drejtim të KQZ-s, na kry mandatin edhe konsiderohemi kështu, konsiderohemi ashtu. S'ki qa konsiderohesh, ke dhonë dërheqje se s'ke dhonë. Nëse ke dhonë plëcu formularin dërzo,